Unë e lash pushtetin pa dhunë, sepse kam qenë gjithmonë kundër dhunës. E lash pushtetin sepse erdhi në fuqi Partia Demokratike me premtime të mëdha, e cila fitojti në Kuvendin Popullor më shumë se 2/3 e vendeve. Logjikisht, unë nuk mund të bëhesha vegël e Partisë Demokratike që të zbatoja çdo vendim të atij kuvendi, çdo vendim të Partisë Demokratike, por vash dorëheqje. Por kjo nuk do të thotë se vash dorëheqjen dhe e lash vendin në dorë të askujt. Në atë kohë keni parasysh 1992, mars 1992. Në atë kohë njerëzit nuk mendonin si mendojnë sot. Atëherë mendonin se shpëtuam nga komunizmi, sepse do na vinte çeku i bardhë, u tha. Bile